Një sondazh i zhvilluar gjatë vitit 2025 nga Open Society Foundation, ku morën pjesë 6.000 të rinj të gjeneratës Z të moshës 16 deri 28 vjeç nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Malizi, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, tregon se 79.7% e tyre besojnë në demokraci dhe vlerësojnë rolin e zgjedhjeve, ndërsa 76.2% e gjeneratës Z e shohin integrimin evropian si rrugën kryesore të ardhmes së vendit të tyre. Gjenerata Z rezulton gjithashtu e informuar për zhvillimet politike, por kur pyetet për përfshirjen në politik, nuk e shohin si opsion. Në kundërshtim me perceptimet e përhapura në Europë, 64.8% të rinjve të Gen Z e shohin të ardhmen e tyre në vendet e tyre, duke treguar interes të kufizuar për emigrimin drejt BE-s. Një nga pikat e sondazhit është edhe listimi i shqetësimeve. Vërehet se shqiptarët shqetësim parësor kanë punësimin me 43%, niveli më i lartë në rajon, ndërsa si shqetësim të dytë listojnë situatën ekonomike. Kjo problematikë ngrihet vetëm nga të rinjtë shqiptar dhe nga asnjë tjetër në rajon. I vetmi shqetësimi i përbashkët i kësaj gjenerate është arsimi, që është përmendur nga të gjithë. Çfarë do të bënit nëse qeveria ose udhëheqësi i vendit tuaj do të marrë më shumë pushtet në mënyrë të palishme nesër? 40% e të rinjve të Ballkanit kësaj pyetje i përgjigjen se do të protestojnë, ndërsa pyetjes për parashikimet se kur vendi i tyre do të jetë pjesë e BE-s, të rinjtë e Malit të Zi dhe të Shqipërisë janë më optimistët dhe rreth 65% e tyre presin që vendet të jenë në BE brenda vitit 2035. Sondazhi ndalet edhe tek qëndrimi i të rinjve ndaj zhvillimeve teknologjike. Sipas tij, 49.6% të anketuarve mendojnë se inteligjenca artificiale ka ndikim pozitiv në mënyrën se si punojmë dhe studiojmë, ndërsa 24.4% e shohin ndikimin e saj si negativ. Gen Z Kitchen Festival i mbajtur në Bruksel thekson nevojën për të dëgjuar perspektivat e të rinjve në një moment kur Evropa përballet me sfida të legjitimitetit demokratik dhe me agjendën e zgjerimit.